ata i shfrytëzojnë këto të mirat e tyre materiale që muslimanëve në përgjithësi dhe fëmijëve të muslimanëve në veçanti t'ia bëjnë të dashur Jezu Krishtit nëpërmjet figurës së babadimrit, t'ia bëjnë të dashur priftin nëpërmjet figurës së babadimrit, t'ia bëjnë të dashur kryqin nëpërmjet figurës së babadimrit, t'ia bëjnë të dashur krishterizmin nëpërmjet dhuratave që jepin për vitin e ri. Dhe muslimanët pa i menduar një pjesë e tyre shkojnë ja i japin parën babadimrit, pejtinzave, mos me pa fëmijët, se me ditë fëmijët që baba i ka dhënë parën si ka punë babadimrit, atëherë babadimri metet se janë njerëj mirë. Po këta i japin parën babadimrit, babadimri me apun natën e vitit të ri fëmijëve dhuratat, e këta mendu se Allahu ka qenë babadimrin, e ka qenë më dhënë dhurata, me i gëzuar këta fëmijët të ngrasës ku ka kush më gëzuar. Në Gjermani njëri prej mësuesve jo musliman i thoshte fëmijëve të përzirë musliman dhe jo musliman. I thoshte mbyllni sy tash se tash ka me hi Muhameti. Kështu thoshte. Mbyllni sy tash se ka me arë në klasë tonë Muhameti. Ishte koha Krishtlindjeve, ishte koha vitit të ri. Ata i mbyllin sy të hike një person. Thoshte lypni tash me Muhameti, çka po doni me lyp, dhurata. Ata kërkonin diçka që kërkonin. Dilte ai njeriu. Hapni sy tash. Muhameti s'ka lënë për gjë. Mbyllni tash syt për se tash ka me hi Jezu Krishti. Ata i mbyllin syt. Hyke një person në cilësinë e Jezu Krishtit, apo një babadimer, dhe fëmijët kërkojnë, ata fëmijët që kanë kërkuar, ata ne bombone çokoladë diçka se ata nuk lypin baresa ndërtesa. Ata lypin çdo gjëra që rrethojnë ata, me çdo gjëra që kanë merak, dhe ajo lënte dhurata mërsina, por i hapni syt Jezu Krishti i mirë. Pastaj erdhi një fëmijë te baba i tij musliman, i thoshte Muhameti i keq, a Jezu Krishti i mirë. Pse Muhameti i keq, se Muhameti s'po jep kur gjë. Muhameti s'po jep dhurata, a Jezu Krishti po jep dhurata. Në shkollat e muslimanëve, tash edhe vitet e kaluara dhe këtë vit, shoqatat e krishterëve shkepin shpërndajnë dhurata bashkë me dhurata dhe një revizë për Jezu Krishtin. Apo pse është shkolla laike, edhe shteti laik nuk lejon simbolet fetare, ato nuk vlen për të krishterët, ato vlen për muslimanë. Simbole fetare me baj xhami në shkollë është predikim, është simbol fetar. E më ta pruar revizën e Jezu Krishtit me kryqin 2 metra të madh, ç'është ja? A nuk është predikim fetare? Mirë po, si duket, të rregulla vlen vetëm për ata të cilët janë muslimanë, edhe që nuk kanë qenë sy të mirë për Islamin e tyre.